Përshëndetje. Si po shkojnë përgatitjet? Mirë. Deri tani kam pak emocione, por që do shohim se si do shkoj. Besoj se gjithçka do të shkojë mirë. Fustani që ti ke veshur është i cili dizajner? Është i Delfines, dhe unë do jem nga luket e fundit që do të prezantojmë ca veshje tradicionale. Janë të inspirume, do me thonë nga traditat e vjetra. Si ndihesh pak minuta para nisjes së sfilatës? Ndihem shumë e emocionuar, por njëkohësisht ndihem edhe shumë e lumtur edhe krenare që po e prezantoj vendin tim, Kërçovën, aty ku jam lindur edhe ku jam rritur, dhe ndihem shumë mirë. Koleksioni jot është i inspiruar tek tradita? Koleksioni im është inspiruar nga veshjet kërçovare që datojnë me shekur, që vishen edhe sot e kësaj dite dhe që vajzat kërçovare, gratë dhe të gjithë njerëzit që janë nga Kërçova. Po ashtu edhe unë burremi me shumë këtë veshje që e kemi dhe unë doja ta prezantoja pikërisht këtu në Tiranë tek shteti i shqiptarëve që na bashkon të gjithëve. Doja ta prezantoja koleksionin tim me veshjet kërçovare që i kam rimodeluar në moderne, por nuk e kam lënë anash traditën që posedojmë ne sot e kësaj dite të jonën. Kam përdorur detajet e Kërçovës që janë të punuara me burçë prej shumë kohësh, pastaj kam përdorur edhe materiale të reja si satenin e bardhë, të kushtë të zi, kam bashkuar të gjithë së bashku, po ashtu e kam futur një gjë shumë në detaj shumë të rëndësishëm që është këmisha e Kërçovës, që vishë që ne gratë vajzat e veshim të gjatë, por unë e kam shndruar në mënyrë moderne që ta prezantoj këtu. Kjo është hera jote e parë në Albania Fashion Week? Po, kjo është hera ime e parë në Albania Fashion Week dhe ndihem shumë krenare dhe falenderoj shumë Gentianën. Si erdhi bashkëpunimi me Albania Fashion Week dhe me Gentianën? Erdhi spontanisht, unë këtë e kam marrë si me shaka këtë presmarrjen. Mendoj që Gentiana nuk do më pranoj. I kam shkruar kështu, përshëndetje, unë jam Delfina, dua të marr pjesë dhe pastaj kam marrë edhe kur e shoh se Gentiana po më telefonon edhe po interesohet më shumë për mua, pastaj unë mendova ta shfaq këtë koleksion që e kam punuar kur kam qenë studente tek Izet Zuri në Shkup. Pastaj më kam mbetur gjysmë dhe mendoja që ta vazhdoja këtu në Shqipëri. Ky është koleksioni i parë që ti prezanton në një sfilat? Po, kjo është koleksioni im i parë që unë e prezantoj. Sa vite ke që përgatitesh për këtë hap? Jam përgatitur që 2-3 vite, më falë që 2 vite, pastaj më ka ngecur, kam pasur edhe punë, pastaj u përsova dhe tek Agnesa të punoj si skicere, si dizajnere dhe nuk e kam prekur më këtë koleksion. Pastaj kur e pash një postim në Albania Fashion Week rastësisht, edhe unë i shkruaj ta Gentianës, përshëndetje, unë jam Delfina, u prezantova dhe pastaj e lash më. Thash edhe nuk do bëhet, vazhdova me punën. Veç kur merrte një telefonat, u prezantuam, pastaj i kërkoj më shumë të dinte rreth meje, rreth koleksionit, prej ku jam, çka bëj. Dhe kur ja tregova disa skica, 5 skica, asaj i kam pëlqyer shumë, pastaj edhe gjithë stafet këtu, edhe më thanë duhet patjetër që të marr pjesë, që të prezantoj diçka unike që është traditë shumë me vlerë jona dhe që përdoren edhe sot në kësaj dite. Planet e tua pas Albania Fashion Week, cilat janë? Planet e mia nuk është që e kam menduar, por besoj që pas kësaj do kem shumë kontakte me stilist, me njerëz të këtij profesioni. Mendoj që do kenë interes edhe për mua, por edhe për koleksionin tim, se me të vërtetë është jo që jam unë nga Kërçova, po është diçka që s'është parë dhe është diçka që është e jona origjinale. Nuk është e kopjuar, është tamam tipike kërçovare. Vetëm se unë e kam dizajnuar, e kam bërë si do dukesh te nusja ime moderne. Jo si do duket nusja atyre vjerrave si e bëjnë tamam tradicionale, por si është e imja. Unë si do dukesh te nusja ime, e kam bërë tamam si dua unë. Këto modele që ne do të shohim sot në gjatë sfilatës, ti ke publikuar më parë në faqet e tua të rrjeteve sociale? Sot do jetë hera e parë që unë do publikoj punën time, që kam punu
që e kam mendu me vite, para 2 vite e kam realizu dhe tash mas 2 vite unë e shfaq për herë të parë në Albania Fashion Week. Ani ti mendon të hapësh atelien tënde? Po shpresoj që po, se cila ëndër e dizajnerit e stilistit me shka miret me këtë fushën e modës dëshiron të ketë atelier të vete, po ashtu dhe unë. Po me nga dalë, avash i marim. Delfina, cilët kanë qenë dizajnerat që ty të kanë inspiruar, që i kanë ndjekur, që të kanë pëlqyer, që të kanë dhënë frymëzim për të nisur punën tënde? Ose që i ti ishe si pikë referimi? Realisht, inspirimi dhe ai që më ka shtyrë të vi këtu, ajo, fakt është nëna ime, sepse ajo mirët me artë dhe familja saj, por ai kryesori ka qenë Valdrin Saiti, që unë e kam ndjekur me vite, dhe ka qenë ai arsyeja që unë të studioj dizajnin e modës, edhe Agnesa Buthaj që ka stilin e saj unik. Cilat janë pritshmëritë tua pas kësaj sfilate? Koleksioni jo do të prezantohet më pas edhe në rrjetet sociale, edhe do të shihet nga i gjithë publiku. Ke pritshmëri, pret ndoshta kërkesa për t'i blerë krijimet e tua? Edhe pres kërkesa, pres edhe kritika, jam e hapur në çfarë do lloj mënyre, sepse ti edhe ty përballem edhe t'ju tregoj se për çfarë bëhet fjalë dhe pse kam bërë këtë koleksion. Unë jam shumë e hapur, sepse edhe unë i kam kritikat e mia për dikë dhe ata do kenë për mua dhe besoj që nga ju unë do mësoj diçka të bëj në të ardhmen. A je gati për sfilata edhe më të mëdhaja jashtë trojeve shqiptare? Po, jam gati, jam një vajzë që nuk gërzojme dhe që më pëlqen shumë sfidat edhe gjëra të mëdha t'i realizoj dhe të marrë pjesë. Unë të uroj shumë sukses e do shkëlqesh. Faleminderit shumë, faleminderit. Si po ndjeni pak minuta para sfilatës? Janë minutat e fundit për para sfilatës, si gjithmonë emocionet janë të forta, kemi që në mëngjes që punojmë. Puna është intensive, është emocioni backstage-it, që është të themi zemra e sfilatës, si gjithmonë. Po me gjitha të jemi gati, emocione sigurisht, gjithmonë duke bërë me urim që të na shkojë gjithçka mirë, po bëjmë të më pamundurën. Si kolegët që po punojnë, si unë sot kam qenë edhe studentët e mi, kështu që emocionet edhe për ta janë shumë të forta, se është hera e parë që marrin pjesë. Nëse sfilata nis në 6, kur nis make-upi për modelet? Ne kemi që në mëngjes që kemi filluar. Do me thënë në orën 8:30-9 jemi këtu, pastaj fillojmë derisa mbledhim të gjithë modelet edhe të gjithë stilistët, fillojmë nga ora 11. Ne kemi qenë në orën 11 që punojmë, midis make-upit, bëjmë ndrimin make-upit dhe flokëve. Është një interkambio që quhet. Cilat janë sekretet ose ato bazat që një make-up artist duhet të ketë parasysh kur bën make-upin për modelet të cilat do të sfilojnë dhe do të prezantojnë një koleksion? Është e vërtetë, ka një ndryshim të madh për sa i përket sfilatave të modës, që ku çdo gjë është më natyrale, ka një mood të vetin që duhet ndjekur patjetër, që ne studiojmë që përpara se të fillojë sfilata, ditë përpara, zgjedhim një mood të përcaktuar, duke filluar që nga make-upi e deri te flokët, që shkon, duket i thjeshtë, por është i strukturuar, domethënë ka një strukturë të vetën, edhe i përshtatet, ne vim nga sfilatat e Milanos, ku u pan dhe përpiqemi të sjellim diçka të modës edhe këtu. Domethënë të gjithë ato që do shihen sonte, përfaqësojnë modën e 2026-s. Në këtë rast kemi për ditën e sotme flas, moodi i make-upit është diçka natyrale, po është tek tonet e bardha që përdoren këtë vit. Kurse looku i flokëve është gjithmonë natyral, po gjithmonë një wet look me onde që janë parë dhe herë të tjera, por ne për modelet tona shqiptare që janë shumë të bukura, kemi zgjedhur një look të tillë. Ju, para se të zgjidhni atë kolor paletën edhe moodin, konsultoheni fillimisht me dizajnerat, shikoni koleksionet që t'i përshtasin ngjyrat? Patjetër, sepse e vërtet që përdoret i njëjti mood në të gjithë sfilatën, por ndërkohë duhet parë edhe stilet e stilistëve që sjellin. Edhe të bëhet diçka që përshtatet të gjithë gjatë gjithë sfilatës. Ky është rregulli kryesor, domethënë. Sa ndikon vendi ku ju punoni? Pra, nëse jeni duke prezantuar një sfilatë në Shqipëri, ndryshe nga një sfilatë në Milano,
Si ndryshon make-upi, ju përpiqeni të përshtateni shijeve të vendit ku po bëhet sfilata? Të themi që nuk kemi dëshirë t'i përshtatemi. Domethënë ne po përpiqemi të sjellim modën, alta moda, të themi të Milanos jo, sepse nuk është vetëm e Milanos, e ka Parisi, e ka New Yorku, ne punojmë atje dhe po përpiqemi ta sjellim për stilistët shqiptar edhe këtu që kush është ideja. Atë që ne bëjmë jashtë si shqiptar që shkojmë punojmë aty në për sfilatat e modës në vite, pse mos ta bëjmë në Shqipërinë tonë? Kështu që respektojmë, të themi, kanonet, domethënë ato kornizat e duhura të një mode të sfilatës që ka disa rregulla të përcaktuara, atë më përpiqemi të bëjmë këtu. Dhe besoj që sonte e kemi sjellë. Nga eksperienca juaj që është diçka që nuk del kur nga moda? Thjeshtësia. Thjeshtësia, luku i përcaktuar, i studiuar deri në thellësi dhe eleganca e modës. Kjo është gjëja kryesore në një sfilat mode. Si ndihesh disa minuta para sfilatës? Është dita 2 e Albania Fashion Week edhe gjithmonë me entuziazëm dhe Je lodhur? Lodhja është natyrale, se s'ka punë pa lodhja, po. Si e merrni energjinë një modele? Ç'a hani? Shumë proteina, gjëra ushqimore pafund. Sot një vetëm oatmeal edhe drithëra, kostura, gjërëra. Kështu që po. Keni pushuar? Është e rëndësishëm të pushoni? Gjumi? Kur bie sfilata një vend në fundjavë është pak e vështirë të marrësh ato orët e plota të gjumit, të mos kur ke shpirt, kështu që vetëm do të jesh kudo. Më fal, pse pas sfilatës dje keni festuar? Tregu pak më shumë. Jo, se ato janë pas orës 12. Kështu që sot dita fundit jemi shumë entuziastë, siç e thash. Gjithmonë mbajmë energjinë optimiste, sepse po u bë pak negativitet, pastaj prishet e gjithë atmosfera. Kështu që Çfarë ke veshur ti tani? unë tani kam fustanin nga Etniku, edhe ka një mesazh shumë interesant, broken before meeting the sun. Si ndihesh pak minuta para sfilatës? Kam shumë emocione, por besoj që çdo gjë do shkoj fantastike, kështu që sot jam veshur me Etnikun, është super stilist, është stilisti im i preferuar, vjen nga Kosova dhe më ka bërë këtë super veshje. Them drejtën ndihem shumë komode që e kam veshur edhe më kanë ikë pak emocionet, kështu që Nuk e ke problem që mund t'i ngeli hatri stilistëve tjerë që thej që është Etniku joti preferuar? me thënë drejtën gjithë stilistët që kanë qenë këtë vit kanë qenë fantastik, po tani gjithmonë është një pak më i mirë, kështu që Etnik you're the best. Sot është dita e dytë. Ndihesh e lodhur? Pak, po tani sikur kanë ikë dhe këto lodhjet, emocionet e shumta, sikur tani jam super gati me si pres dal në skenë dhe besoj të shkoj çdo gjë fantastik, kështu që Këto kanë qenë ditë shumë intensive. Si i përballoni ju modelet, kur keni shumë sfilata, radha zëra pas tjetrës? Si ja bëni që mos ju bjerë fikët? ndoshta është një përgjigje shumë klishe, po thjesht duhet një take a deep breath and thjesht release, është gjë më efikase që mund të bëjmë. A lejohet të hani para sfilatës? Patjetër, plus edhe organizatorët janë super të sjellshme dhe na e kanë bërë edhe punën shumë më të lehtë. Domethënë, çfarë dëshironi gjitha i ke gati, kështu që Çfarë cilësish plotësove ti që Etniku vendosi që ti do të vishje këtë veshje? tani përgjigja duket, po edhe plus që jam shumë e gjatë, por mendoj që edhe fiziku i trupit ishte perfekt për këtë veshje dhe direkt sa mpatha, okay, you're gonna wear this, so Ti si ndihesh, të përfaqëson? Ndihem shumë mirë, po jam shumë rehat, shumë konfidente, shpresoj të jem edhe aq konfidente kur dal aty në syt njerëzve, po si stilisti im i preferuar që është Etniku, ka bërë një punë fantastike. Publiku nuk e shikon, po ne këtu mbrapa kemi një staf të tërë, domethënë që merren me ne, njëra më ka kap dorë, njëra thotë merr frymë thellë, njëra më thotë ke pirë ujë, gati you can do this edhe thjesht dalin, po janë një super team mbrapa, kështu që ne se vrasim mendje për shumë. Perfekt. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Kisses for thell. Përshëndetje, jemi këtu në Albanian Fashion Week. Can you describe your outfit? My outfit, all in black with a touch of color. I love it. You have made this by yourself?
No, it's a designer of Albania. Are you ready for today's show? Of course, I'm every time ready for fashion shows. What are you expecting? Ethnic Shala is there, so it will be creative. Yes. Okay, thank you, enjoy! Thank you. How do you feel? I'm very excited to showcase this beautiful dress from Ethnic Shala. More than excited. And I'm so happy to be here at Albanian Fashion Week. It's been so much fun backstage, getting your hair, makeup done, and I love seeing all the designers' clothes. It's so beautiful. It's been a great experience, and I cannot wait to showcase for day 2 at Albanian Fashion Week. Where are you from? I'm from Australia, but I'm originally from Albania and Bosnia. Is this your first time in Albania? No, I love Albania. Shumë pëlqej. Faleminderit! Faleminderit! Si po ndihesh pak minuta para sfilatës? Jam shumë i lumtur mendjes po pres me pa reagimin e publikut për koleksionin e ri. Ti e ke prezantuar më parë këtë koleksion apo kjo do jetë hera e parë për publikun? Premiera është sonte, unë kam prezantuar një pjesë të koleksionit në Milano Fashion Week në shkurt të këtij vitit. Një pjesë është prezantuar edhe në Bullgari në Open Door Balkan Festival, po premiera kryesore është sonte në Tiranë. Të lutem, do na tregosh pak më shumë mbi koleksionin, çfarë të ka frymzuar, cilat janë materialet që ke përdorur, ca detaje. Koleksioni është i titulluar Scar dhe flet për shajat që njerëzit i kanë nga përvojat e jetës. Ne mi mundu mi dekoru shajat edhe mi pasi diçka e bukur si një forcë motivi që njerëzit i bën me ndryshu. Kështu që flet për dhimbjen, por në një mënyrë është një koleksion që flet edhe për estetikën, edhe për bukurinë. A je frymzuar ti nga ndonjë histori personale që të ka shtyr ta krijosh këtë koleksion me këtë temë? Unë mendoj që ka pas mjaftueshëm histori personale edhe në këtë koleksion. Unë si 6 vjeçare kom përjetu vetë luftën, që ka plot tema që i kom përjetu personalisht vetë, po edhe plot tema që i kom dëgju nga njerëzit e afërt ose i kom pa ose përjetu. Kështu që është një koleksion shumë emocional që besoj që ju përshtatet këtë njerëzve. Ti çfarë pret nga Albania Fashion Week gjatë këtij edicioni, pasi të publikosh edhe koleksionin tënd? Unë jam shumë i lumtur që po organizohet Albania Fashion Week. Ne si shqiptar e meritojmë një javë të modës dinjitoze, kështu që unë po mundona me bë më të mirën bashkë me Gentianën për mi sjell Shqipërisë dhe shqiptarëve një javë modës që ka hije një popullit me një kulturë shumë të lartë. Ti ke qenë pjesëmarrës në edicionin e parë të Albania Fashion Week. Po. Na fol pak për koleksionin e mëparshëm, edhe çfarë solli pjesëmarrja jote atje? Si eci më pas rruga jote? Edhe koleksioni ka kaluar ka qenë pjesë e javës modës në Londër, domethënë ka qenë menjëherë mbas Londrës në Tiranë. Kështu që edicioni i parë ka qenë si hapje e një fillimit të një rrugtimi tonë, kështu që mendoj që ky edicion do të jetë më i mirë. Edhe mindis po pres me shpalos për publikun koleksionin e ri. Në Milano Fashion Week si u ndjeve, si shkoi? Jo vetëm në Milano, po në çdo prezantim tim ndihem shumë i lumtur, kështu që ndihem i vlerësuar në vendet ku moda ka ku moda është prioritet edhe i jepet një hapësirë bukur modës, kështu që në çdo qendër të madhe të modës ndihem shumë mirë, sepse unë mendoj që talenti është një bekim prej Zotit, edhe kur shfaqet në vendet e duhura e merr meritën edhe vëmendjen e duhur. Gjatë këtij koleksioni që do të shohim në vijim, a ke ndërthurur modën bashkohore me traditën? Do të kemi elemente të traditës? Patjetër, unë si Ethnic Shala me emrin Ethnic mundom gjithmonë të qëndroj besnik këtij emri, dhe patjetër që etnografia është diçka e pashmangshme në çdo koleksion të emin. Mund ka hap shumë dyrë për skena ndërkombëtare etnografia shqiptare dhe po e ndjej me plot privilegj dhe me plot mburje kur prezantoj koleksione me etnografi. Kështu që edhe sonte kemi pjesë xhubletës, kemi detaje të veshjeve 100 vjeçare të vjetra, duke i ekspozuar si një lloj nuk po di me gjetë një fjalë duhur, por mendoj që secili detaj në këtë koleksion e ka një histori pse është krijuar. Kështu që edhe te pjesët e veshjeve ka detaje të veshjeve të vjetra, por që tregojnë historinë tonë, edhe ndonjëherë mendoj që ne si brezirie kemi për detyrë me rujt një arkiv të mrekullueshme që të parë tante kanë ndërtuar me shekuj. Kështu që ne jemi veç pasardhës së tyre, edhe jona është me rujt edhe me servu në mënyrën më të mirë që mundet.
Sa kohë të është dashur ty për të punuar mbi këtë koleksion? Po zakonisht temat e koleksioneve dhe koleksionet mbaret prej temës sa marrin kohë. Ky koleksion ka marrë rreth 3-4 muaj kohë intenzive, pasi që duke marrë parasysh që jetojmë në Ballkan edhe tregu artistik është pak sa më i vështirë për muqas. Kështu që ndonjëherë ne duhet me punu edhe me pjesën e biznesit, edhe për klientat, edhe për këtë pjesën artistike që neve na bën shumë krenar. Po për me ekzistu biznesi patjetër që vjen edhe puna me klienta, kështu që duhet me gjetë gjithmonë kohë për me bëhet diçka që mu personalisht më bën shumë krenar. Ti punon edhe vetë për krijimet e tua? Patjetër, tash e 16 vite unë veç e kam një atelier me shumë punëtor, me shumë staf, kështu që për mua tash është një botë e jemja ku ne kam kriju vetë, ku më bën njëri më të lumtur botë. Si i kujton hapat e tu të parë në rrugën e modës? Hapat e mi të parë i kujtoj me shumë mundim, me shumë ndonjëherë kur njerëzit më pyesin për sukseset e tanishme, unë i them që është merita e një pune shumë të madhe, edhe mos me qujt vujtje se po t'ingllon pak si e vrasht, mirë po edhe ati mundimit për mu ballafaqu me një dëshirë që ti e ki edhe me triumfu për i saj. Ku ke gjetur më shumë mbështetje? Zakonisht mbështetja më e madhe ka qenë normal për familjes tëm, për njerëzit mi, po patjetër edhe për njerëzve dhe për artistave që më kanë bërë mu vrejt në skenat tona, edhe për njerëzve që e kanë qitë më pa punën edhe vlerën tëm. Kështu që mirë njoh secilit person, secilit klient që më kanë ndihmuar me ndërtu një industri të modës personale, një biznes më me qujtë suksesshëm. Kështu që patjetër që pa ndihmën e njerëzve, pa ndihmën e klientave, pa ndihmën e familjes unë kisha qenë këtu sot. Cilët kanë qenë stilistët, dizajnerat e tu të preferuar ose ata që ti i ke parë si frymëzim, si pikë referimi gjatë këtyre 16 viteve, po ndoshta edhe më parë, para se të nisje konkretisht ta konkretizoje këtë dëshirën tënde? Në fakt pasioni për modën ka filluar shumë herë. Pa e njoft emrin stilist, pa e njoftur dizajnerat, është një lloj kreativiteti që mendoj që disa njerëz e kanë. Kështu që unë nuk kisha dashur me specifiku si veshje specifikisht, mirë po si një pasion për artin dhe kreativitetin. Kështu që veshja ka qenë një mënyrë shumë e thjeshtë me kriju edhe me u dëshmu njerëzve. Edhe mendoj që frymëzime patjetër që kemi pas edhe për stilistave tjerë. Unë kam shumë stilistat preferum, një ndër më të mirë që kam pasur gjithë jetën ka qenë Alexander McQueen, i cili ka vdekur vite më parë, por unë kam pas një koleksion të krijuar për të titulluar Brym, që ka dalë edhe në Vogue, kështu që jam i lumtur që kam brimi realizu shumë ëndrat e mia. Patjetër edhe ky koleksion është një ndër temat e vjetra që unë kam pas në mendje edhe dëshirë për me realizu. Si e sheh të ardhmen e brandit Ethnic Shala? Të ardhmen e brandit normalisht që ëndrat edhe shpresat e mia janë për me bëni një firmë ndërkombëtare, edhe më e mira që gjithmonë e marr për prezantimeve ku të marr pjesë, e shoh që po, unë do na me vazhdu qatë ëndër, edhe mendoj që ditës po realizohet. E sheh modën ditët e sotme më shumë si produkt apo shprehje të botës së brendshme të artistit? Për mua ka qenë shprehje gjithmonë. Unë nuk është që muj me thonë që disa terme për modën ose disa detale që i kanë thonë edhe njerëzit tjerë, për mua moda ka qenë një mënyrë shprehjes gjithmonë, një mënyrë revolucionit, një mënyrë guximit, kështu që gjithmonë kam funksionu me këtë idenë e krijimeve në bazë një temës. Edhe gjithmonë është shumë e rëndësishme kur njerëzit e blejnë një produkt, ajo nuk është vetëm një veshje me mbulu trupin, po është edhe një veshje që mbrapa saj është një histori, që njerëzit shpesh herë mbojnë shumë të lumtur kur i shohin veshjet e mia që i vendosin me një varsë dhe i vjerin si pikturë. Kjo për mua do të thonë shumë që nuk është me patjetër me mbulu trupin. Vërtet shumë interesante. Veshja jote sot e ke krijuar vetë? Po patjetër, kjo është pjesë e koleksionit tim. Është një veshje krijuar nga disa lëkura të gjarpënave të ndryshëm, që janë në mënyrë natyrale të qepura për mos mi hup idenë që janë lëkura origjinale. Ka piton, anakonda, janë kështu disa përzierje të gjarpëra. Ka histori pas kësaj xhakete? Si u frymëzove? Kemë marrë parasysh që tema është skar, patjetër që ndonjëherë ne i përdorim shumë detale që ndoshta kanë ardhur prej dhimbjes. Pse lëkura e gjarprit? Po tash me hi fell në historinë tonë, ne si shqiptarë si i lirë kemi pas shumë lidhje të afërt me figurën e gjarprit, duke marrur çështë si pjesën e rypave e shumë detale që janë vendosur edhe në kokë edhe detale tjera që kanë pas simbolin e kokës së gjarprit, kështu që mendoj që një simbol i gjarprit përveç që njerëzve ndoshta disave ju sjell frikë, unë e shoh si diçka shumë të bukur dhe një krijesat më të veçanta që kemi.
jo rastisht gjendet edhe në përshajrat e mjekësisë edhe në për shumë detale tjera, kështu që gjarë prej po është një ndër simbolet edhe tona, po edhe të gjithë botës që përdoret. Ke emocione tani pak minuta para nisjes? Emocione, normal që janë edhe emocione, ne tash po presim disa sekonda para se me fillu sfilata, po presim ju jep ato detalet e fundit modeleve, kështu që këto janë emocionet më të bukura që një artisti përjeton, kështu që jam shumë i lumtur për këtë ndjenjë që po ma fal Albania Fashion Week. Falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit, shpresoj t'ju pëlqej. Si ndihesh pak minuta para sfilatës? Ndihem pak emocionuar, pak i lodhur, por besoj që do shpërblehet gjithë si punë. Sa kohë ke ti që punon për këtë koleksion? Për këtë koleksion kam rreth 2 muaj që punoj, punë intensive, përkushtim, gjithçka. Ti punon vetë për të gjitha krijimet e tua, kush të ndihmon? Ke atelien tënd dhe na trego ca detaje më shumë. Unë për momentin jam një dizajner shumë i ri në këtë fushë. Aktualisht nuk kam një studio time personale, por punoj në gjendje shtëpie, punoj aktualisht vetëm dhe shpresoj që të rritem profesionalisht. Prandaj marr pjesë edhe në këtë kompeticione të tilla që të rritem sa më shumë. Ti po thuaj që gjithë këto mrekulli i ke bërë në shtëpi? Yes, po. Edhe ka patjetër hen gjëra me dorë. Fantastike. Të lumshën duart. Na trego pak më shumë për koleksionin, çfarë detajesh ka, çfarë të ka frymzuar? Atëherë për këtë koleksionin, si stilist mua më pëlqen shumë të frymëzohem nga folklori ynë. Të njëjtin që kam bërë me këtë koleksion është i bazuar në një legjendë shqiptare që flet për një nuse shqiptare e cila vritet, është një tragjedi. Dhe kam dashur të sjell atë nuse shqiptare moderne, por edhe atë tradicionale pse jo, sepse një shtet mbahet nga tradita dhe kultura që ka. Gjithë koleksioni është i punuar me perla, të cilat janë simboli pastërtisë dhe doja të shpreha pastërtinë e vajzave shqiptare, gjithashtu edhe tantella, të cilat janë dhe punime dore nga vajzat tona shqiptare, të cilat ato i punojnë me përkushtim. I gjithë koleksioni vjen në ngjyrë të bardhë, duke qenë se nusja simbolizohet në fustanin e bardhë dhe kjo është diçka që doja të sjellja. Kjo është hera jote e parë në Albania Fashion Week apo jo? Po, është hera ime e parë në Albania Fashion Week. Si lindi bashkëpunimi me Albania Fashion Week? E kërkove ti, aplikove, si ndodhi? Po, në fillim në fakt në edicionin e parë kam qenë pikërisht në ato karrike, kam qenë si spektator, isha i ftuar. Dhe më lindi përkushtimi për të marrë pjesë dhe pse jo, sepse bëhet goxha një punë goxha profesionale dhe tash pse ja mos jem edhe një herë në backstage. Dhe ndaj vendosa që të marr pjesë në këtë edicion. Kishe besim që do të pranoheshe, që do të ishin modelet, koleksionet dhe fustanet e tua në pasarel? Besim në fillim jo, por me përkushtimin dhe me punën dita ditës, ai sukses mendoj se ka arritur ditës sot. Në këtë moment të flasim. Kur ka nisur pasioni yt për dizajnin, për stilimin, për të copat, për detajet, për këto elementet e vogla? I gjithë pasioni im për stilimin ka nisur në fakt që në gjimnaz. Unë vazhdova liceun artistik, Jordan Nisja këtu në Tiranë për degën tekstilit e modë. Dhe gradualisht kam arritur që të punoj, të përkushtoj. Aktualisht jam student në master në vitin e dytë në Fakultetin e Arteve të Bukura, Universitetin e Arteve këtu në Tiranë për tekstilit e modë. Dhe shpresoj të rritem sa më shumë, sepse jam akoma i ri dhe shpresoj të kem suksese sa më shumë. Brendi yt quhet Plisi, apo jo? Pse e ke vendosur ta quash kështu? Siç thash edhe më parë, unë jam një nga ata dizajnerat që më pëlqen të fokusohem në folklor, në tradita dhe doja një simbol që i simbolizon shqiptarët. Dhe thash çfarë mund të ishte ai? Më erdhi në mendje Plisi i bardhë, që është simbol i shqiptarëve, kudo është një simbol goxha i vjetër dhe i lashtë. Ndaj dhe koleksioni im, unë jam dhe një dizajner që dua të fokusohem gjithmonë në ngjyrat e bardha, sepse më pëlqen ngjyra e Plisit, ndaj dhe koleksioni është i bardhë. Si e sheh këtë ardhmen e Plisit? Akoma me pikpyetje, se ne të rinjtë e kemi këto pikpyetjet e para, por që mendoj që me përkushtim dhe pasion gjithçka arrihet. Ndaj edhe ky është një mision për të gjithë talentet e reja, që të jenë sa më shumë të angazhuar, sepse një ditë nëse kanë përkushtim, ata do arrijnë diçka. Dizajnerat që ty të kanë frymëzuar, që i ke parë si pikë referimi, cilët kanë qenë? Po, dizajnerat që mua më kanë pëlqyer më shumë është Mugler, është my favorite, por ai që është goxha në trend tani është edhe Schiaparelli, që unë e kam shumë qejf.
Unë të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese, jam e sigur që do shkosh shumë lart. Shumë faleminderit, faleminderit. Come vi è sembrata la sfilata? Molto bella, molto bella. Io ho anche partecipato alla sfilata di Milano, per cui sono un po' un abitué e gli artisti sono stati veramente molto bravi con delle idee molto innovative. C'è qualcuno che forse è più preferito? Non voglio espormi, però sono stati davvero tutti molto bravi, hanno tutti catturato l'attenzione, avevano delle idee molto particolari e le hanno espresse anche secondo me in un modo molto accattivante. Grazie mille. Si ishte sfilata? Jam kënaqur jashtëzakonisht shumë dhe uroj dhe shpresoj të ketë sa më shumë evente të tilla. Nuk është thjesht një sfilat mode, të gjitha punimet sollën jashtëzakonisht shumë emocion në pasarele dhe jam kënaqur jashtëzakonisht shumë. Më vjen mirë që kishte element tradicional shqiptar. Me sa duket ne po vëmë vullën, po themi, në një lloj mënyre edhe në fashion, edhe uroj dhe shpresoj që gjithë të talentuarit e Shqipërisë të paraqiten edhe në vende të tjera të botës. Asema shumë urime. Faleminderit shumë. Si ndihesh? Okej, them që s'kam emocione të ndonjëherë, por që jam shumë e kënaqur që është finalizuar në këtë formë puna ime. Nuk them pas në backstage, ka qenë një punë e madhe, po jo vetëm në backstage, edhe në pjesën e studios kur ne kemi punuar veshjet. Unë kam një brand timin që quhet Vajza, dhe është i dedikuar për vajzat që janë të mbuluara, por jo vetëm vajzat që janë të mbuluara, që vajzat që pëlqejnë modesti. Pra kam fut një rrym, jo të re, por që në Shqipëri për shkak të mungesave, po them, ose mungesave, ka parë që është më thënë diçka që një iniciativë, domethënë, që është pëlqyer edhe po rritet avash. Sa kohë keti që punon për këtë koleksion? Atëherë koleksioni i përket edhe sezonit, mund të kem disa muaj që përgatitem, por më shumë se për koleksionin është nisma, siç po thoja, e brandit që ka disa vite, që para se ta nisja brandin është mirë menduar se si do zhvillohet dhe target grupi që do arrijë dhe i gjithë koncepti pra që ka në tel, që të paraqesë një perspektivë të veshjeve islame, por jo vetëm, për gjitha pra gratë dhe vajzat. Vajza, çfarë përfaqëson? Pse zgjodhe pikërisht këtë emër? Atëherë, unë kam dashur në fillim që të jetë diçka autentike shqiptare, pra edhe emri të them ka ardhur kështu si rastësisht, por aty vajza vjen si BZ speak up. Po, vërtet shumë interesante. Kjo është pjesëmarrja jote e parë në Albania Fashion Week? Atëherë me Gentianën, pra organizatoren, unë kam marrë pjesë si studente në Milano Fashion Week, pra është hera e tretë që marrë pjesë në sfilatat të tilla, dhe në Albania Fashion Week që organizua në tetor vitin e kaluar, dhe tashmë. Si ndihesh për këtë bashkëpunim afatgjatë dhe të suksesshëm me Albania Fashion Week? Shpresoj që të kemi edhe më shumë bashkëpunime, ishte shumë interesante, normalisht e si klesh rasfjarës dalin. Na tregu pak më shumë detaje mbi koleksionin, copat që ti ke përdorur, elementet, se si është punuar. Atëherë koleksioni është i ndërtuar tërësisht në materialin e jeansit, denim dhe pjesë unë kam eksperimentuar me zbardhjen, pra zbardhimin e tij, duke krijuar ato vijat, linjat. Më pas stili supozohet i gjithë që të jetë sa më street, pra urban, vende vjen edhe si floral në formë dhe jo në pattern. Si janë pritur këto veshje dhe brendi Vajza nga publiku? Kam përshtypjen që janë pëlqyer, janë veshje të thjeshta, janë veshje që janë si të them, besoj se i kam pëlqyer. Këto veshje ku mund të përdoren? Çfarë targeti ke? Çfarë target grupi ke? Si target group, po qëllimi është që të vishen, masi vishen nga rinia, pra.
nga vajzat adoleshente dhe jo edhe më të ndaja. Pra do të dëshiroje që veshjet që ti krijon të vishen dhe në përditshmëri, të japin siguri, rehati? Po, patjetër. Pra, qëllimi është që të jetë diçka që na shoqëron në rutinën e përditshme, në vrapin për make-up, domethënë në arrit aktivitetet e ditës. Kur ka nisur pasioni yt për modën? Kur fillove ti të bësh skicat e para? Atëherë, unë faktikisht kam studiuar në Akademinë e Arteve për pikturë tekstil dhe nuk është se kisha një dëshirë të madhe për të marrë me modën, por rrjedhimisht duke eksperimentuar dhe duke pasur se si zhvillohej, fillova të interesohesha më shumë edhe momentin që unë personalisht filloj të praktikoj dhe më shumë fenë time dhe të vendos të mbulohem, filloj të kuptoj se sa mbështetje kishte tregu këtu në Shqipëri për sa i përket veshjeve, mbulesave, dhe do dohet të ishte diçka që nëse një vajzë e mbuluar vishet, të mos jetë përfaqësuese e një vendi, se siç mund të themi në rëndom të vërdall, dhe më tepër të tregoj personalitetin e asaj. Gjithashtu duke ruajtur dhe parimet. Është përqafuar dhe pëlqyer vajza nga vajzat e fesë muslimane? Vajza është akoma në fillimet e saj, unë po luftoj, po mundohem shumë që përhapet një jetë sa më shumë, por me sa kam vënë re, besoj se po. A do doje ta ndërkombëtarizoje? Patjetër ka qenë qëllimi fillestar kryesor, por që hap pas hapi, inshallah. Unë të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit edhe ju. Si ndiheni pas sfilatës? Cilat janë emocionet e para? Se osjećate, kakve su emocije nakon modne revije? Ja sam godinama planirala da dođem u Albaniju i željela da me neko pozove na Albanija Fashion Week i želja mi se ostvarila. Preksinoć sam radila reviju na Montenegro Fashion Weeku i bilo mi je vrlo značajno da ne odmaram, da doputujem, da dođem i da me publika ovdje vidi. I smatram da su jako značajne konekcije kad je Balkan u pitanju. Me vite dëshiron të vinë në Shqipëri dhe të shohin si është skena këtu. Para 2 që bëj revi në Montenegro Fashion Week. Zamjenica sam predsjednika Montenegro Fashion Weeka i kreativna direktorka i jako je značajno ne to da ja budem izlagač na Albanija Fashion Weeku, nego da vidim sve ljude kreativce koji izlažu ovdje radi razmjene dizajnera. Ajo është vicepresidente në Montenegro Fashion Week dhe për të është e rëndësishme jo vetëm si dizajner të vinë këtu, por dhe si vicepresidente të shohin dhe dizajner tjerë, të bashkëpunojnë me tjerë dhe të bashkojnë gjithë dizajnerat prej Balkanit perëndimor. A mund të na tregosh pak më shumë për koleksionin që ti ke krijuar dhe të cilin e prezantove sot? Možete nam više reći o kolekciji koju ste danas pokazali? Ja sam večeras prikazala aktuelnu svoju novu kolekciju koja putuje u srijedu za Kazahstan. Sonte ka tregua kolekcionin që të mërkurën do udhtojnë në Kazahstan. Kolekciju koja je u temi usporavanja brze mode, zato što vidjeli ste koliko je kolekcija kompleksna u smislu eklektičnih kombinacija, ali je u suštini transformacija nekih čak i postojećih modela kao i novih modela. Zagovornik sam usporavanja brze mode i da zaštitimo životnu sredinu. Ky kolekcion është i rëndësishëm për të, që të tregoj që të modën të bëjnë më të ngadalë, të tregoj modën e ngadalë, dhe është një kolekcion i kombinuar prej disa kolekcioneve pikërisht që të ngadalësoj modën. Ali koliko sam srećna što sam prikazala ovu kolekciju, toliko mi je žao da ja to znam. Ja sam u principu i moj rad prepoznatljivi po etnomotivima i prošle godine sam dobitnik nagrade u Sofiji za zaštitu kulturne baštine, jer se bavimo 2005. godine, iako to nije moj nacionalni kostim, temom džubelete albanske. Žao mi je što tu kolekciju nisam donijela, te kolekcije koje su s etnomotivima, ali zato je Deja noćas prošetala predivana nakit i haljinu koju sam ja posvetila džubeleti. Në Sofia 2005 tregoj kolekcionin i xhubletës dhe për të është shumë e rëndësishme, puna saj është me rëndësi
si etno koleksionar I bashkon motivet e muslimaneve, katolikve dhe religioneve ndryshme në Malzi. A od 2005. godine se bavim istraživanjem vezano za Gjubiletu. Izlagala sam je na Alta Romi 2006. godine. Që në 2005 merret me Gjublet dhe të kuptoj më shumë për Gjubletën dhe që në vitin 2006 e prezentohë publikut koleksionin e saj lidhur me Gjubletën. To je atipično zato što to nije moj nacionalni kostim. Është tipike se për të nuk është veshja e saj kombëtare. Zato što moj tata je Crnogorac, a mama je iz Srbije. Baba I saj është prej Malizi dhe nana prej Srbijet. A ja se skoro 20 godina bavim džubeletom koju nosi jedna populacija koja živi u Crnoj Gori, znači između Albanije I Crne Gore, Malesija se zove, jel tako? Dhe kjo që 20 vjetë merret me Gjubletën, që ka të bëjmë me shqiptaret e Malit të Zi në Malzi. Meni je žao što tu kolekciju nisam donijela. Për të I vje keq që atë kolekcion nuk e sjeli. Do dëshiron të krijoj një koleksion ku të përfshi elemente tradicionale të Malsisë shqiptare, gjithashtu dhe Gjubletën? Hoćeš da napraviš kolekciju albanske nošnje I Gjublete, miksin e shqiptarëve, Diçka që ti bashkoj popujt. Da povežeš Albance I Malajsore. Ja sam zbog toga bila počasni gost u Tuzima kad je bila proslava Dani opštine, zato što svi oni znaju koliko se bavim tom temom I koliko volim tu temu. I u okviru internacionalnih smotri mode u Kotoru ja sam radila inspirisane modele I džubeletom I bijelim muškim odjelom sa crnim vezom. Prandaj ajo dhe ishte në Tuz, në Malsi, si ta tregoj punën e saj dhe punoj në Kotor bërë një mix prej Gjubletës dhe qakëshiret, ne I thirrim qakëshirë për mashkuj. Da I tregoj. Ali inače karakteristično za moje kolekcije je crnogorski nacionalni kostim, muslimanski nacionalni kostim u Crnoj Gori, džubeleta kao predstavnik katoličke populacije. Jako puno sam se bavila, eto, najmanje Srbijom, a moja mama je iz Srbije I ona sve te modele šije. Sa Kosovom sam se bavila, ozbiljno, znači ružama što nosi predio Has. Jesi zapamtila sve da im kažem? Veshja nacionale e Malezezëve, Gjubleta dhe veshja nacionale muslimanëve dhe nga Kosovës. E gjitha këto I ka qep nana e saj që është nga Serbia. Si jeni përfshirë në punën e vajzës tuaj, në koleksionet e vajzës tuaj, sa kohë keni që qepni dhe që bëni punime dore? Ja šijem 40 godina. Inače u Crnoj Gori živim 52 godine. Inače iz Srbije sam rodom. U Beogradu sam završila arhitektonsku-tehničku školu, a bavim se šivenjem. Që 52 vite jeton në Malzi dhe qep që 20 vite, vjen nga Serbia, ka kryer shkollën në Beograd dhe ka vlerë më së shumti Gjubleta, është koleksioniste e madhe Gjubletësh. Ja volim sve narode. Jako volim I Albance, muslimane I Crnogorce, najviše muž mi je Crnogorac, moja djeca su Crnogorci, a volim čitav svet. E dua gjithë botën, I dua gjithë popujt, dua gjitha religionet dhe gjitha nacionalitetet. Mi smo, Marina je pozvana bila, dhe Marina është zato što radimo džubelete, nacionalni kostim. Marina e thirrën Marinën sepse bën Gjubletën dhe Ja sam toliko bila srećna I toliko sam bila ispunjena. Meni je srce ovoliko bilo. Jer ti ljudi umeju da vole, umeju da dočekaju, umeju da sretnu gosta, jako su ljubazni, vole svoj narod. Ko ne voli svoj narod, taj ne voli nikoga. Isha shumë e lumtur sepse njerëzit atje janë shumë mikpritës dhe me zemër shumë gjerë dhe
kush nuk e dhe duan njerëzit e vet, kush nuk e do njerin e vet, ata nuk din të duan. Faleminderit shumë, faleminderit.